Në mediat në Serbi dhe në mediat e kontrolluara prej Kremlinit, kjo është interpretuar që qeveria e Kosovës po don me themelu një trup që është mbi ushtrinë. Kemi analizuar këtë lajm dhe vendimin e qeverisë për krijimin e një grupi për me analizuar formimin e gjendarmerisë. Edhe na i kemi përcjellur debatet që janë zhvilluar brenda në Kosovë, po dhe ato që janë zhvilluar dhe janë publikuar për mediat në Serbi dhe sidomos mediat e kontrolluara prej Kremlinit. Përderisa në Kosovë është quajtur si një vendim politik, edhe kryesisht kritikat kanë qenë ka aspekti politik, pse po e merr një vendim në prag të zgjedhjeve një vendim kaq të rëndësishëm. Në ndërkohë, në mediat në Serbi dhe në mediat e kontrolluara prej Kremlinit, kjo është interpretuar që qeveria e Kosovës po don me themelu një trup që është mbi ushtrinë. Pra, e kanë gjetë një farë rrugë që po do me formu një trup që është shumë më e fortë se ushtria, mirë po synimi kryesor është me i qunë veri, me i terrorizu serbet e të tjera, po dezinformata që ata në vazhdimsi i kanë kultivu dhe i kanë shpërnda, mirë po e kanë shfrytzuar një vendim të qeverisë dhe kanë tentu me shpërnda dezinformatat e tyre përmes cilave ata synojnë me ngjall frikë edhe më të madhe të qytetarit serb, me ngjall frikësim në kuptimin që ata mi përbashku rreth një partije politike, se për shkak se këtu tash lidhet edhe synimi kryesor i mediave të Kremlinit që me sulmu partinë e Nenad Rashicit, që ajo nuk i përfason interesat serbe, që është shqiptar e të tjera që poton me vjedh një mandat me votat e shqiptarëve, pra gjithë këto kanë qenë dezinformata të publikuara në mediat, sidomos ato të kontrolluara prej Kremlinit dhe mediat në Serbi,